Ky është një simbol i mençurisë, i diturisë dhe i vendimit, jo në shek, po në 1000 vjeçare. Çfarë varfërie dhe shkretëtie kulturore ka njeriu që e citon, që e quan Sali Berishën çdo ditë me emrin e simbolit në të arrirë të dijes, mençurisë dhe vendimit të Greqisë së lashtë, të Romës së lashtë. Dhe Edi Rama mendon se mund të më fyej mua duke më quajtur buf. Ignoranza non est argumentum, thot latini. Ignoranza nuk është argument. Me kaq e mbyllim këtë pjesë të konferencës për shtyp.